Përmes marrëveshjes politike ndërtohen edhe numrat edhe shumica parlamentare. Me miliona Kosova çdo ditë i humb. Ato që kemi po në media, nuk kemi pas një dërgim kështu zyrtar. Dhe po pres natyrisht me na prezentu kryetari i Demokratikë ose zyrtarisht atë. Edhe ide në fund. Brënd Glau Konjuca me një siguri tash që i ka dhe 3 vota 3 deputet nga nisma. Jo, si ka askush përveç marrëveshje politike. Me marrëveshje politike. Po marrëveshje në ato që kemi folur tashmë besoj kemi të qartë, kemi një orë edhe në për intervista. Përmes marrëveshjes politike ndërtohen edhe numrat edhe shumica parlamentare. Pa marrëveshje politike, natyrisht nuk mund të ketë ndonjë zgjidhje, prandaj besoj që do të ketë shpejt marrëveshje politike. A janë të arrëtshme? A mund me u bën në qeveri unë, ti tha jo? Shoqërën këtu në këtë vend, Kosova është i hup shumë. Se disa janë të vetëdijshëm, nuk është çështje kjo e taktizimit që ka po shohim ne. Me miliona Kosova çdo ditë i humb në aspektin ekonomik. Përveç probleme tjera politike, ekonomike, pozicioni jonë ndërkombëtar që janë duke humbur. Ne jemi sot margjina të krejt zhvillimeve rajonale për te rajonale Bruxelles. Po çka është më e rëndësishme, Kosova çdo ditë më shumë po futet në një krizë. Ekonomia e Kosovës është në një gjendje stagnimi dhe kjo nënkupton ne jemi duke humbur miliona. Prandaj edhe për këtë arsye është momenti i fundit që klasa politike tulet ta bëjë një marrëveshje politike për ta nxjerrë vendin nga kriza edhe për ta ristartuar politikisht dhe ekonomisht Kosovën. Zoti Lima, veç një pyetje, keni pas më kontakt me zotin Kurti? Jo, nuk kam pas kohëve të fundit.